zoti Mazniku pretendon të na shkëpus nga nocioni bazë i hapësirës. Nuk duhet të nisemi nga kufijt. Po asgjë nuk mund as të analizohet dhe as të përcaktohet në të ardhmen pa pasur parasysh dimensionin e kus. Ku është e pa shmangshëm. E dyta, sërish më shqetëson një fakt shumë thelbësor. Edhe pushtetin vendor ideal të kemi në funksionin e tij. Edhe administrimin e të ardhurave dhe të financave të përsosur ta kemi. Në qoftë se edhe hartën, kufi ideal të kemi, në qoftë se nuk funksionon demokracia, jemi të dështuar. Dhe ne fatkeqësisht edhe në komision, edhe në debatet, i shmangemi demokracisë. Cili është thelbi i demokracisë? Përfaqësimi. Më thoni zotërinj në bashkinë që na mikpret sot të Gjirokastrës. A përfaqësohet në Këshillin Bashkiak, ish bashkia komuna e Picarit, ish komuna e Antigones, ish komuna e Lunxhëris. Kush do ta përcjelli zërin e këtyre qytetarëve dhe shqetësimet e tyre në Këshillin Bashkiak? Zoti Dule tha që s'mund ta ndajmë gjën nga ky është një debat që nga bërë në mënyrë me shumë respekt me zotin Duli. Disa herë jemi dakord, mos bëjmë dakord, po besoj që është e vlefshme ta bëjmë argumentin. Duke mos prekim territorin kur flasim për kompetencat. Unë nuk them që s'duhet të diskutojmë territorin. Territori është thelbësor për kompetencat. Por kur flasim vetëm për territorin pa kompetencat nuk shohim gjikundi. Sepse problemi që kemi është që pa dyshim dhe këtu bie dakord dhe me zotrinë, se pati disa që u folën këtu për traditën, folën për kulturën, folën për historikun. Janë gjitha shumë të rëndësishme që ne do të kemi shumë në vëmendje në momentin që e administrojmë një territor të caktuar. Por përspari duhet të kemi mundësi që të ofrojmë shërbim në zonë. Dhe nëse ne nuk e kemi mundësitë në nivel numrash, nivel financash, nivel njerëzish, që ta ofrojmë shërbimin, edhe kultura, edhe tradita dhe historia do treten prej pamundësisë për të ofruar